Më ka ndodhur, dhe ajo që kam bërë unë është të stërvitem dhe të kuptoj apo të promovoj sportet të luftarake edhe për vajza. Mendoj që një ekuilibër i mirë është kur ka një mendje të shëndetshme në një trup të shëndetshëm dhe që një mendje e fortë qëndron shumë mirë në një trup të fortë, në një trup muskuloz. Ama ti falë stërvitjeve je gati të mbrohesh? Po. Patjetër. Edhe fizikisht? Edhe fizikisht, po. Këtë e kam bërë me qëllim, bas ngjarjeve apo mbas sulmeve që kam pasur në Tiranë duke ecur, edhe në zona goxha të ndriçuara, apo në zona urbane, në zona shumë të frekuentuara, pra, me shumë qytetar apo banor. Kështu që kjo është ajo zgjidhja që... Do sulmuesit edhe në pikë të dritave sulmojnë? Patjetër, nuk mendoj që duhet të jetë natë për të dhunuar dikë apo për të sulmuar dikë. Shoqërinë tonë paragjykohet kjo, prandaj ta bëj pyetjen. Kur dashurohemi me një burr më shumë vjet apo me shumë vjet diferencë në raport me partnerën, çfarë duhet të bëjmë këto raste? Qoftë më i madh apo qoftë më i vogël? Nuk mendoj që dashuria ka mosh, me thënë të drejtën. Ti nuk mendon? Jo, nuk besoj edhe nuk mendoj. E akcepton? Shiko, e di çfarë mendoj për shoqërinë tonë, që ndonjëherë ne për shkak të frikës e paragjykimit të tjerëve apo për shkak të faktit që ne mendojmë se e dinë çfarë do thonë të tjerët, bëhemi shumë kritik kundër vetes dhe publikisht patjetër që pengojmë veten, po publikisht ne mbajmë një qëndrim që është më puritan, që është më tradicional edhe që është më patriarkal. Pastaj në jetën e përditshme, njerëzit kur i ke më afër dhe kur i pyet për të vërtetat e tyre, nuk janë edhe aq konservator edhe aq tradicional sa mendojmë ne apo sa ata e promovojnë veten. Kështu që mendoj edhe besoj që edhe një pjesë e shoqërisë shqiptare e di që dashuria nuk ka mosh, sepse ka plot çifte edhe në showbiz të cilat janë çifte me diferencë të madhe në mosh, ku gruaja është më e madhe, burri është më i ri dhe viceversa. Okej, faleminderit shumë. Tani për shkak të diskursit tonë, po? Mbase mund mendojnë që je kundër burrave. Jo. E tash, çfarë duhet bëjmë kur gjithë mendojnë se jemi kundër burrave dhe kjo në një farë mënyrë i minimizon edhe shanset për marrëdhënie me burra? Duhet të vazhdojmë në mënyrë shumë strategjike, të komunikojmë me publikun dhe të ideojmë disa komunikime të cilat do të, le të themi, zbusin reputacionin tënd dhe do ndryshojnë pak nga pak perceptimin e publikut. Që kjo të arrihet, duhet kohë. Nuk mund të bëhet në mënyrë imediate. Pra duhet kalojnë muajt dhe duhet kalojnë disa vite dhe ato daljet publike, deklaratat publike, apo qoftë edhe deklaratat me të afërmit e tu, duhet të jenë të mirë menduara në mënyrë që dal nga dal të ndryshohet perceptimi. Ka strategji për çdo gjë, edhe për debatet publike. Okej, diçka tjetër. Çfarë duhet bëjmë kur dyshojmë në veten, kur kemi dyshime se mund të jemi biseksual? Çfarë duhet të bëjmë? Jemi përballë pasqyrës, duhet të mendojmë? Duhet të kuptojmë që si fillim nuk ka asgjë gabim te ne dhe që ne nuk kemi bërë asnjë gabim dhe nuk është që kjo na ka ndodhur ne sepse ne e meritonim këtë. E dyta, ne duhet të gjejmë një mentor apo një njeri tek i cili kemi besim, me të cilin mund të flasim dhe